Çfarë rrezikojmë kur konsumojmë sushi? Kur konsumojmë sushin, rrezikojmë përsëri të njëjtat elementa, kështu që për sa kohë është karkaleci, për sa kohë është peshku, salmoni, i papërpunuar, thjesht i marinuar me erza, është e njëjta problem. Por unë do t'i kushtoja pak rëndësi dhe fenomenit alergjik, jo vetëm pjesës inflamatore, sepse në përgjithësi personat që janë alergjik nga frutat e detit, janë alergjik edhe nga produktet e papërpunuara, nga krudot, por ashtu edhe nga ushqimet që janë të përpunuara termikisht, sepse proteinat ose alergenët e peshkut dhe frutave të detit në përgjithësi nuk e ndryshojnë formën e tyre në temperaturë, dhe nëse je alergjik nga një frut deti, të themi nga krustacet, mund të jesh alergjik edhe nga peshku,